5 korrik. Thirrje për të qenë ndryshe. Të dashur, po ju nxis si ardhës dhe mërgjimtar që të rrini larg dëshirimeve mishërore, të cilat luftojnë kundër shpirtit, duke pasur sjellje të mirë ndër kombet, me qëllim që në atë çfarë ju përflasin si keqbërës, prej veprave tuaja të mira, ndërsa ata i vëzhgojnë, ta lëvdojnë Perëndin në ditën e vizitës së tij. 1 Pjetrit 2, 11 deri në 12. Si duhet të veprojnë ndjekësit e Jezusit? Kjo është një pyetje jetike. Përgjigja është sa e thjesht, aq edhe sfiduese. Ne jemi thirrur për të qenë të ndryshëm nga ata që nuk e ndjekin Jezusin. Që nga përjetësia, Perëndia ka synuar të ketë një popull të tij. Populli i Perëndisë është thirrur për të qenë një popull i shenjtë, i veçuar si nga mëkati, ashtu edhe për Perëndin, i cili është në vetvete i shenjtë. Isaia 6:3, Zbulesa 4:8. Parimin e një populli të veçuar e gjejmë të shënuar në të gjitha shkrimet. Për shembull, te Levitiku, Zoti e urdhëron popullin e tij, izraelitët, që të mos i imitojnë egjiptianët dhe kananejt në praktikat e tyre pagane. Përkundrazi, ata janë thirrur për t'u bindur ligjeve dhe dekreteve të Perëndisë. Levitiku 18, 1 deri në 5. Mirë po ligjet e Perëndisë nuk ju paraqitën popullit të tij që ai thjesht të vishte dukjen e bindjes. Jo, bindja e vërtet ndaj dekreteve të Perëndisë është shprehje e një zemre të transformuar, një zemër që gëzohet me shenjtërinë. Me fjalë të tjera, Perëndia thotë: ju jeni populli im, më përkisni mua, prandaj dua që të gjeni kënaqësi në të qenët të veçuar. Veprimet tona të jashtme do të jetojnë gjatë dhe do t'i pëlqejnë Perëndisë vetëm pasi të ketë ndodhur një ndryshim i brendshëm. Prandaj, në beslidhjen e re, e gjejmë Pjetrin duke i nxitur besimtarët që të kujtojnë se ata janë racë e zgjedhur, priftëri mbretërore, komb i shenjtë, popull për pronësi të Perëndisë. 1 Pjetrit 2:9. Si popull i Perëndisë sot, ne jemi ende të thirrur për të jetuar ndryshe, për të pasur një sjellje të nderuar dhe për të bërë zgjedhje në lidhje me argëtimin, financat dhe marrëdhëniet. Në të vërtetë, për çdo aspekt të jetës sonë, zgjedhje të cilat janë në harmoni me nxitjen e Perëndisë për të qenë të shenjtë ashtu siç është i shenjtë ai. 1:16. Sfida e madhe për ne si besimtar është të identifikohemi me botën në nevojën e saj, por jo në mëkatin e saj. Njerëzit e botës sonë nuk ka nevojë që ne t'i bëjmë të ndihen rehat për sjelljen e tyre imorale dhe refuzimin e krijuesit të tyre. Përkundrazi, siç e shpjegon edhe Pjetri, ne duhet të jetojmë në një mënyrë të tillë që të shpallim virtytet e atij që na thirri prej errësirës në dritën e tij të mrekullueshme, që të tjerët të shohin veprat tona të mira dhe t'ia japin Perëndisë të gjithë lavdinë. 1 Pjetrit 2:9. Prandaj, fjalët e Pjetrit duhet ta nxisin secilin prej nesh që t'i shtroj vetes këto pyetje. A pres të jem ndryshe? A jam i gatshëm për të qenë ndryshe, edhe nëse kjo bën që të tjerët të flasin kundër meje? A do ta dua këtë botë aq sa të jem krejt ndryshe nga ajo, që të mund t'i drejtoj njerëzit e saj drejt një bote më të mirë?